Përkthyem pjesën e tretë të Studio Live, jemi transmetimet tona të drejt për drejta, ndalemi shkurtimisht të titujt, më pas kalojmë me një herë të bisedave që kemi në këtë pjesë. Qarku i Tiranës me 539 emra, gati 40 cm me 30 shfeta votimit. Pa dyshim, më 11 maj do të jetë vërtet gjigande. KQZ-ja ka miratuar përbërjen e saj, ndërsa me ngarkuar shfeta e votimit në Tiranë, e cila do të ketë 539 emra, rreth 246.000 shqiptarë në diasporë do të kenë në dispozicion një javë kohë për të votuar nga marrja e zarfit. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani është takuar në Londër me sekretarin e jashtëm të Britanisë së Madhe David Lammy. Në fokus të takimi samiti Komunitetit Politik Evropian që mbahet në Tiranë në 16 maj, si dhe thellimi i bashkëpunimit në fusha si energjia, infrastruktura, turizmi dhe bujqësia. Deputeti socialist Erion Braçe shpreh kritik për lënien e fshatit në Harres. Në një postim në rrjetin e tij Facebook, Braçe thotë se nuk pyet për ministra që vegjetojnë dhe se nuk do të ndalet në betejën e tij për TVSH-n e bujqësisë. Ish-kryetarja e KLG-s Naureda Allagami mohon bisedat publike se ajo ka folur me deputeten Klotilda Bushka për të ndikuar në sistemin e drejtësisë. Materiale të fabrikuara dhe anonime, thotë Allagami, ka një person që e përndjek në rrjetet sociale prej një viti, i cili është vënë në hetim. Gjykata kushtetuese ka pranuar kërkesën e gazetarit Elton Qyno, i cili kërkon veç shpalljes antikushtetuese të sekuestrimit të celularëve të tij nga SPAK dhe azgjesimin e materialeve të shkarkuara mbi hetimet për shkelje të sekretit hetimor. Gjykata e posaçme dënon me 10 vite burgim 2 anëtarë të bandës së trafikut ndërkombëtar të drogës të arrestuar gjatë operacionit të Shpirtit në 2021. 8 vite për Jovan Memaj dhe 2 për Bernard Tahirajn. Në total GKK-ja dha 150 vite burgim për 15 anëtarit të grupit të strukturuar kriminal. Shtëna me armë zjarri jashtë selisë së CIA-s në Virginia në SBA dhe sipas policisë lokale bëhet fjalë për një burr i cili qelloi në gjendje krize nervore dhe kërcënonte duke bërtitur.